Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbritur Kur'anin. O Allahu jon, madhëroje dëshirën tonë ndaj teje. O Allah, bëre Kur'anin dritë në shikimin tonë dhe shëfaat në zemrat tona. O Allah, na largo dëshpërimin dhe vështërsitë nga ne. Amin. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kur'an. O Allah, zbukurona fytyrat tona me Kur'an. Amin. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kur'anit. O Allah, leximin e Kur'anit peshoje rënd në peshoret tona. O Allah, na bën të mundshme leximin e Kur'anit me respekt edhe ditën edhe natën. O Allah, na ringjall me pejgamberin, imamët dhe familjen e tij të shenjtë dhe të pastër. Amin. E pranosh. Tani po e fillojmë pra gjyzin e 16 që fillon nga surja Kehf, ajeti 75. Po e lexojmë në gjuhën arabe, pastaj vazhdojmë në gjuhën shqipe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العلي العظيم. I mbështetëm Allahut të mëruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Surja Kehf, ajeti 75. A nuk të thash unë ty, i tha ai, se ti një mend nuk mundesh të durosh me mua. Nga hera e kaluar, do të kthehemi pak në versetet e fundit të gjyzit 15, që kanë të bëjnë me udhëtimin e mësuesit hynor, që nuk ka qenë profet, pra nuk është numëruar ndër profetet, po ka qenë diçka më ndryshe se profetet dhe ka udhëtuar me Musën a.s. Pra paqja e Zotit qoftë mbi to. Musa kishte shkuar, kishin harruar t'i marrin në Bregdet peshqit të cilët i kishin zënë, kishin peshkuar me djalin e tij, dhe kur u kthyen që t'i marrin peshqit, atëherë i doli përpara Musës a.s. I doli përpara mësuesi hynor që emrin e ka Hidr, Hazreti Hidri. Është si profet, si evlia, si i dashur i afërt i Zotit, i cili ka ditë shumë fshehtësi normal të cilat kanë qenë frymëzim nga Zoti.
Dhe Hazreti i nderuari Hidri, ky pra mësuesi hynor, i thot Musës, o Musa, unë të preferoj që të vjen me mua dhe do t'i tregoj disa sekrete, do t'i krym disa punë, por me kush që ti mos të flasësh asnjë fjalë dhe të ban durim. Dhe në këtu pra Hazreti Hidri ja bën 3 sprova. Sprova e parë, kemi treguar në herën e kaluar, shkojnë afër Bregdetit dhe e marrin një anije e zhbirojnë. E pastaj do të tregojmë se për çfarë arsye u zhbiruan. Pra ishte anija e mirë, në rregull, mirëpo ai e hapi një vrim dhe anija u fundos deri në fund të Bregdetit. Nuk ishte brenda në Bregdet. Rasti i dytë është kur Musa Hidri e mori dhe e vrau, e theri, e mbyti një fëmijë. Edhe këtu Musa a.s. nuk mundi të duroj, sepse pa se ishte pa drejtësi. Por Hazreti Hidri tha, të thash që duhet të durosh, sepse pas këtyre ndodhive gjenden shumë shehtësi. Dhe së treti, vazhdojmë pra në gjuzin e sotshëm, ai shkon tek një fshat, ishte një mur si i shtrembër, dhe në atë mur Hazreti Hidri urdhëroi që ai mur të drejtohet. Dhe Musa a.s. prap nuk u pajtua, tha, o Hidr, apo e sheh që brenda këtij muri, në këtë shtëpi të varfër, ka jetim. Pse e drejton një mur të shtrembër, kur mund ai mur më mirë është që të rrëzohet dhe pastaj ata fshatarët që ishin përreth, ata do ta ndërtonin murin e ri. Mirëpo në të 3 rastet Musa a.s. nuk kishte durim dhe tani po vazhdojmë ne pra në gjuzin e 16 se çka ndodhi më tutje. A nuk të thash unë ty, i thot Hidri, Hazreti Hidri, i thot Musës a.s. se ti një mend nuk mund të ndërosh më me mua. Nëse të pyes edhe pas kësaj për diçka, i tha Musa, atëherë mos u shqetëso me mua që pranoma arsyetimin. Pra arsyetohem edhe me këta edhe vazhdoj, pra nuk të pengoj, i thot Musa. Dhe të dy shkuan deri kur hasën në disa fshatar dhe i lutën banorët të këtij fshatit që t'u japin ushqim, por ata refuzuan t'i pranojnë si mysafir, pra nuk i kanë pranu as Hazreti Hidrin, as Musën a.s. Aty gjetën një mur i cili ishte gati që të rrëzohet, por ai e rindërtoi Hidri. Si kur të doje, i tha Musa, pate me marrë shpërblim për këtë. Tash unë dhe ti po ndahemi, thot, se mua e te prove. Ti duhet me mpyet pse e kam ndërtu këtë mur, e jo me në një farë mënyre me a çvlerësu sekretin e Hazreti Hidri, tha, po pse rregullove, tha, këtë murin e shtrembluar, a deshte me të shpërblyen njerëzit për këtë punë? E këtu Hazreti Hidri u nevrikos edhe tha, mjaft ma, po e ndajmë rrugën tonë. Tash unë dhe ti do ndahemi, tha i, por të sqaroj përse nuk munde të më durosh. Sa i përket asaj anije, ajo ishte prone disa të varfërve, që punojnë në det, dhe unë atë deshta ta dëmtoj, sepse prapa tyre ishte një mbret i cili grabiste çdo anije të re. Pra, ky e ka zhbiru këtë anijen, pra Hazreti Hidri, për arsye se mbreti në atë muj i kam tubu të gjitha anijet e reja dhe njerëzit kanë mbet pa punë, është desh të bëhen punëtor të mbretit. Prandaj këtë anije të re
e ka ditë e kujt është e disa vëllezërve të varfër të cilët e siguronin jetesën nga kjo anije. Për këtë arsye ky e zhbiroi anijen dhe anija u fundos në Bregdet dhe mbreti nuk e mori. Ky ishte qëllimi. Vazhdojmë. Hazreti Khidri i vazhdon me Musën. Sa i përket atij djaloshi, prindrit e tij janë shumë besimtar. Prandaj kishin frikë mos me dhunë, po i kthehen në mosbesim. Pra, për çfarë arsye kanë mbyt këtë djalin? Sepse ata kanë qenë shumë besimtar dhe normale kanë dashur evlatin e vet dhe Hidri ka pas një parandjen se prej dashnisë të madhe ndaj djalit të tyre ata do të kalonin në mosbesimtar. Prandaj i mbytri këtë djalë. Vazhdojmë. Dhe ne dëshiruam që Zoti i tyre në vend të tij t'u jap një më të mirë dhe më afër mëshirës. Pra, Zoti i dha një djalë tjetër, nuk e la këtë çift vetëm me këtë fëmijën i cili do t'i shtynte me dhunë në mosbesim. E sa i përket këtij muri, ai është i 2 fëmijëve bonjak, jetim nga qyteti. E nën të është thesari i atyre të dyve. Domethënë, nën atë murin e shtrembëruar ka qenë një qyp, pra thesar me ari, me flori. Babai i tyre ka qenë njeri mirë dhe Zoti yt dëshiron nga mëshira e vet që ata të rriten dhe të nxjerrin pasurinë e vet. Pra, po të kishin rregullu murin sa janë fëmijët e vegjël, jetim, atëherë fshatarët, qytetarët do t'ja kishin marrë këtë thesar. Për atë arsye, Hazreti Hidri i tha, unë do ta rindërtoj, e jo ta prish në temel. Të tëra këto nuk i kam bërë sipas mendjes sime. Ja, ky është shpjegimi për mos durimin tënë. Pra, kur thot profeti Muhammed, unë nuk flas asgjë nga hamendja, illa wahyu yuha, unë flas vetëm nga dituria e Zotit. Pra, nga shpallja që më vije, çdo lëvizje, çdo fjalë dhe hadithet e profetit, edhe lëvizjet e profetit kanë qenë pjesë e shpalljes. Madje një ditë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ai ishte duke ndenjur me Aliun dhe nuk ndihej mirë profeti Muhammed, e Imam Aliu e dëshironte ta dinte arsyen e mos ndjenjes mirë të profetit dhe i tha, ja Resulallah, o i dërguar i Zotit, a të shkruaj edhe këtë gjendje tënde? Po, thot, ja Ali, çdo gjë që e tham, çdo gjendje që e përjetoj, shkruaje sepse kjo nuk është nga unë, po është vetëm nga shpallja e Zotit. Prandaj të nderuar miq, hadithet që vijnë nga Ehli Bejti, nuk po them që 100% janë të besueshme, por janë më burimore, sepse ato janë ruajtur me gjakun, me shpirtin e nipëve, stërnipëve, imamve të familjes profetike. Prandaj edhe Imam Husejni, kur shkon në Kerbela, i drejtohet gjyshës së vet Selemës edhe i thot, oj gjyshja ime, mos gaboj Selemja, apo tjetra me emër mos gaboj, i thot, oj gjyshja ime, këto janë amaneti i babës dhe nënës ime Fatime Zahras. Prandaj të lutem unë po shkoj në Kerbela, por ky është një thesar që do t'i duhet ummetit musliman, dhe me kret atë kofer e thas që kishte ja dha gjyshës së tij. Pra, dhe kështu u ruajtën hadithet nga Ehli Bejti, gjerisa hadithet gjatë kohës së halifeve edhe gjatë kohës së Ebu Bekrit, halifja e para, i vetë me durët e veta i dogji më se 400-500 hadithe të cilat i kishte shkruajt. Gjithashtu edhe halifja e tretë, Omeri, i urdhëroi njerëzit që t'i tubojnë të gjitha hadithet dhe pastaj tha, do ta bëjmë një përmbledhje hadithesh, por ja që ai nuk e bëri këtë,
dhe ja vuri flakën. Këtë që po e tham, nëse nuk e besoni, duhet ta vërtetoni, sepse normal ne kur i duam disa njerëz edhe nuk kemi dëshirë t'i përmendim të bëmat e tyre apo të metat e tyre, por duhet ta dim se normal edhe ata kanë qenë njerëz dhe kanë gabu, por e jona është që ta themi një të vërtet që ndoshta ju nuk e keni dëgjuar. Mirë po, nuk do të jetë shkak një vërtet e imja që të krijojmë urrëtie ose nëse ti nuk e din një të vërtet dhe unë ta them, ti mos mendo se ajo është rren, sepse kjo është një praktike e neve shqiptarëve, nëse nuk e di një gjë unë, nuk e kam dëgjuar, atëherë ti që ka flet mundet me qenë gënjeshtër. Prandaj keni kujdes, edhe këtu Hazreti Khidri, njësoj sikur se profetëve që i ka ardhur vahji, relevata, shpallja, ashtu edhe këti Hazreti Khidrit i thot, unë thot të tëra këto nuk i kam bërë sipas mendjes time, por ja, ky është shpjegim, por sipas mendjes time, por sipas shpalljes, ja, ky është shpjegim për mosdurimin tënd. Pra Musës edhe kështu ndan. Dhe të pyesin tani për Dhulkarneinin, thua ju, për këtë do t'ju rrëfej disa lajme. Prekoni, për Dhulkarneinin unë kam nxjerr disa shënime dhe studime të mia që ndoshta sot nuk do të mund ta kryejm komplet këtë gjysën, sepse janë dy personazhe, pra Hazreti Khidri dhe Dhulkarneini janë dy personazhe shumë interesante në surën Kahf. Përndryshe surja Kahf do të thotë shpella. Gjithashtu kemi mësuar edhe për banorët e shpellës, të cilët kishin qenë besimtar të vërtet në kohrat para erës sonë, dhe kështu që ata, si që kanë nejt në shpellë 309 vite dhe kemi mësu në gjysmën e 15 e keni, shkonit e Ikbale Huduti, shkonit e playlist dhe Kurani Shqip, shtypeni aty në playlist dhe i keni të gjitha epizodat, 15 ditë, nga 1 orë, do më thënë ju në ditë, në që se e lexoni, e ndëgjoni një gjys të Kuranit, brenda 30 ditëve ju do ta lexoni komplet Kuranin, sepse ta dëgjosh edhe ta lexosh është gati e njëjtë, por këto shpjegime dhe interpretime letrare që po bëj, këto komentime të cilat unë me orë të tëra i kam nxjerr, i kam përtëri mësimet që nga rinia, por normal që tash kemi edhe mundësit ma të mëdha, kemi libra, kemi shtyp, kemi internet, dhe tani pra do të flasim edhe për Dhulkarneini, apo Aleksandri i Madh, apo Sirusi. Pra Sirus është një prej heronjave në Persi, Dhulkarneini është nga Roma, është Aleksandri i Madh, dhe tani do të shikojmë se kush është Dhulkarneini i cili përmendet në Kur'an. Një moment veç ta marr fletore. Pra për Dhulkarneinin flitet nga verseti 83 deri prej verseti 83 në surën Kahf. Pra të surës Kahf ajetit 83. Dhe të pyesin për Dhulkarneinin, thua ju për këtë do t'ju rrëfej disa lajme. Jo vetëm një, por disa. Pra, edhe një herë. Ne kemi vendosur atë në tokë dhe i kemi dhënë shkase për çdo send. Për çdo send shkak edhe pasojë. Çdo send që ka ndodhur e ka shkakun e vet. Çdo pasojë e ka shkakun e vet. Dhe na nëse e kemi problemin, atëherë nuk duhet ta vajtojmë problemin, po duhet të shkojmë te shkaku. Nga ka ardhur ky
problem dhe çfarë pasojë mundet me pas nëse unë këtë problem e zgjedhi me mençuri, nëse unë këtë problem e zgjedhi me arrogant apo ignorancë e tjera e tjera. Prandaj dhe Zoti thotë, çdo shkak është për çdo e kemi dhënë shkak për çdo send, pra. Dhe ai i shfrytëzoi këtë gjitha këto shkaqe që ja ka dhënë Zoti Dhulkarninit apo Aleksandrit të Madh, sepse është një personalitet me disa legjenda, disa tregime, rrëfime që e karakterizojnë Dhulkarninin e Kuranit. Vazhdojmë. Derisa arriti në vendin ku perëndon dielli, kur ju duk se po perëndon në një burim të turbullt dhe aty gjeti një popull. Pra, o Dhulkarnej, i thanë, ne ose do t'i dënosh, i thamë ne, më falni. O Dhulkarnej, i thamë ne, pra Zoti dhe engjujt, përmes engjujve. Do më thënë, këtu tregon që edhe ai ka qenë profet Dhulkarnini. Ose do t'i dënosh, ose do të sillesh mirë me ata. Nga ky verset kuranor, kuptojmë se Dhulkarneni jo që ishte i pamëshirshëm, por feja, pra paqja, feja islame, sepse paqe është feja edhe krishterëve, edhe jahudive, sepse krishterët, sipas Krishtit, e kanë favorizu feja krishtere. Jahudit, sipas Jehudës, ja kanë emru emrin Judës, ja kanë dhënë emrin feja jevreje, jahudive. Prandaj këtu thotë Zoti, dhe ai e shfrytëzoi këtu derisa arriti në vendin, falni, ose do t'i dënosh, ose do të sillesh mirë me ata. Pra, ajeti thot se këta njerëz adhuronin idolet dhe thuhet se ky ujë i turbullt prej balte ishte në Romën e sotshme. Atje thot dhe njerëzit adhuronin shumë idole, shumë zotra. Ata në atë kohë, pra që kanë qenë romakët, ata të cilët sepse bëjnë pa drejtësi, thot unë Allahi do t'i dënoj. Por ata të cilët nuk më besojnë në mua dhe nuk bëjnë pa drejtësi, nuk do t'i preki ata. Pra këtu shihet që Aleksandri i Madh nga e ka pas këtë drejtësi, nga e ka mësuar. Këtë nëse e lidhe dhe me Gjergj Kastriot Skënderbeun, sotshëm dhe në atë kohë, pra si sotshëm si e njohim na, pra është e njëjta se Zoti i frymëzon liderët e drejtë, që ata nëse nuk i besojnë Zotit, por nuk bëjnë pa drejtësi, ata janë njerëz të mirë, por nuk i dënon Zoti për shkak mosbesimit, por Zoti i dënon njerëzit për shkak pa drejtësive që ja bëjnë tjerëve, edhe nëse janë besimtar, musliman, të krishterë apo e tjera e tjera. Prandaj unë gjithmonë e tham që Skënderbeu, Gjergj Kastriot Skënderbeu, heroi jon kombëtar, kur nuk e ka ngrit shpatën e tij, nuk e ka dhënë urdhën e tij për vrasjen e të krishterëve apo të muslimanëve nga aspekti vetar. Por kur ka qenë në pyetje drejtësia, shpata e Gjergj Kastriot Skënderbeut ka qenë shpata e Imam Aliut, shpata e Imam Hysejnit, sepse kështu edhe Naim Frashëri e përshkruan karakteristikat e Gjergj Kastriot Skënderbeut si një trim i cili i ka bashku njerëzit i ka afru me njëri tjetrit dhe ka kërku drejtësi. Vazhdojmë. Ai që bën krim tha, do ta dënojmë e pastaj do t'i kthehet Zotit të vet. Andaj edhe ai do ta dënoj me dënim të rënd. Përveç njerëzit që dënojnë, se normal ti nëse vrasësh një njeri të pafajshëm,
edhe ty do të vrasin. Sot në Amerikë ekziston, se dini Amerika ka më duket 53 shtete, më zgaboj, United Nation, pra shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe në njërin prej shteteve është vrasja do me thënë dënimi me vrasje, me vdekje. Prandaj edhe këtu në Kuran thot, shikoni si kooperon Kurani atëherë dhe sot në shtetet e Amerikës. Prandaj human right, të drejtat, karta e të drejtave njerëzore të kombeve të bashkuara, unë thamë është shumë e përputhshme me ligjet kuranore. Prandaj njerëzit të cilët i bëjnë drejtësi njerëzve, qytetarëve të vetë, si që më kanë bërë mu, Prokuroria e Kosovës edhe tash edhe Prokuroria në Shqipëri, këta janë duke i thy ligjet e kartës së të drejtave të njerëzve, por nga ana tjetër është e mirë që të hulumtojnë, sepse terrorizmi nuk i sjell kërkujve dobi. Mund t'i hulumtojnë, por jo t'i abuzojnë me autoritetin e tyre, jo t'i stigmatizojnë, sepse po e stigmatizove një njeri në shoqëri, e ke mbyt për së gjalli. Prandaj Imam Huseni, paqe Zoti qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai na mëson se më e mirë është një vdekje me dinitet se sa një jetë e poshtrume. Prandaj i urojmë popullit tonë, vëllezërve, motrave tona, protestuese që protestojnë në Tiranë, në Shqipëri, mos u ndalni, qëndroni kundër zullumçarëve, sepse është shumë me rëndësi të jetoni një jetë me vlera dinitoze e të mos jetoni një jetë të poshtruar ku të vidhet toka, të vidhet prona, të vidhet të vjedhet e drejta jote, të bëhet pa drejtësi. Prandaj qëndroni dhe nga unë nuk mundem asgjë tjetër pos që t'ju dërgoj lutje dhe t'ju bëj edhe ju të dashur miq, bëni lutje sepse është shumë me rëndësi lutja juaj për ata të cilët kanë nevojë për ndihmë, sepse Zoti ka me të pyet sa ti ke qenë i vetëdijshëm që vllaznive tonë, njerëzimit, e sidomos vllaznive tonë shqiptar, që na kanë hap dyrt në kohët më të vështira kur Kosova ka qenë në luftë, dhe ti ke me pas përgjegjësi para Zotit, pse së paku nuk e ke bërë një like, ose një shpërndarje, ose një fjalë të mirë, një kurajo me i dhënë njerëzve atje që mos e 89 që janë duke protestu, se nuk është lehtë. Në Serbi, Aleksandar Vučići, që 2 vjet njerëzit janë duke protestu. Prandaj lutim Allahun e Madh që sa më shpejt të përfundoj kjo protest me suksese, me fitore, vetëm se Edi Rama dhe qeveritarët e tij le ta dinë se shqiptarët nuk janë si arabët në Palestinë, të cilët kanë duru. Te shqiptarët kemi ose adhetar ose tradhtar. Prandaj ka ardhur koha kur populli është vetëdijsu dhe lusim shpirtin e Aleksandrit të Madh, shpirtin e Dhulkarneinit, i cili është i gjallë, sepse Zoti ka thënë në Kur'an, ata që luftojnë për fjalën e Zotit, ata nuk kanë vdektur, kur ata janë gjallë, por ju këtë nuk e shihni. Prandaj lusim shpirtin e Aleksandrit të Madh që të bëjë ndërmjetësim te Zoti, që sa më shpejt Shqipëria të na mbushet me njerëzit të cilët kanë emigruar, të vinë miliarderat, milionerat në Shqipëri dhe të investojnë në tokën e tyre ndërkaq për të huajt respekt, mund t'ja japim me qira e të fitojmë nga arritjet e tyre, por nuk kemi tokë për me shit. Toka e shqiptarit është fitu me gjakun e Skënderbeut, me gjakun e njerëzve adhetar, dhe nuk kanë melon askush me shit, as një plam toke, as nuk do ta marrim një plam të hujen, por as edhe nuk do ta shisim. Këtë na mëson Kurani me historinë e Dhulkarneinit. Vazhdojmë.
Kurse ai I cili beson dhe bën vepra të mira, ka shpërblimin e mirësisë dhe atij do t'i afrojmë lehtësi. Ata që bëjnë vepra të mira, që janë ngrit në këto ditë, në këto netë të nxehta, në vend se me kalu pushime të bukur e mirë, po ngriten në përsheshe, duke u maltretuar, po shtru nga policia, e cila mund ende stihet nga pjambajnë e tjera. Prandaj ta dini se inne me alu usri yusra. Fa inne me alu usri yusra. Zoti ka thonë, me të vërtet pas vështërsive do t'ju vinë lehtësirat. Dhe prapë Zoti e vërteton, o njerëz, besoni se pas vështërsive do t'ju vinë lehtësirat. Mirë po Zoti thot, derisa ju nuk ngriteni, nuk vetëdijsoheni, nuk ndërgjegjësoheni për çështjen e vendit tuaj, thot, unë nuk do të ndryshoj gjendjen tuaj. Falë Zotit, jemi vetëdisu populli janë shqiptar që 4 dekada duke u vjedh, duke u korruptu, duke u kriminalizu, duke u mbytur njerëzit e pafajshëm, duke grabitur Shqipërinë, prandaj është koha që t'i kthehemi lehtësirave. Dhe ai prap shkoi, derisa arriti atje ku lind dielli dhe e pa se po lindte te një popull të cilin ne nuk I kemi dhënë mundësi të mbulohet prej tij, pra prej diellit. Është një popull, një vend ku nuk është prek, nuk e ka prek as pak dielli. Dhe ai u soll me ata ashtu siç u pacjell me ata përpara. Dhe ai prap vazhdoi, derisa arriti ndërmjet 2 pendave, e ndërmjet atyre gjeti një popull I cili gati nuk kuptonte asnjë fjalë. Domethënë nga Roma, ky vend pra ku ka arrit Aleksandri, thot ku ka arrit Aleksandri I Madh, ka qenë një vend ku kanë jetuar disa njerëz të cilët asgjë nuk kanë kuptuar. Udhëtimi I tretë ishte tek Turqia e sotme. Domethënë ka pas 2 udhëtime. Usundimi I tij ka arritur deri në Rom. Ktu e përmend, ai ai e ka parë shkëlqimin në oqeanit që dukej si ujë balte, pra që përmendet në ajet. Pastaj ka udhëtimi I dytë I tij ka qenë pas 3, pa kulme, që do me thonë kanë qenë fiset nomade në Arabi, dhe këta kanë hecur, pra nuk ka pas kulme mbi kokë, pra gjithmonë kanë qenë me tenda, nomadët, pra beduinët. Udhëtimi I tretë ishte tek Turqia e sotshme, që kishte njerëz që kërkonin ndihmën e Aleksandrit nga njerëzit e fiseve të pacivilizuara turke, që I bastisnin popujt e tjerë, do gjithmonë, do më thonë, kur kanë qenë njerëz në fiset pak ma të dopta, ma të pacivilizuara, I kanë bastis, I kanë vjedh, I kanë grabit, pastaj I kanë mbyt burrat dhe ja kanë marrë gratë dhe fëmijët për robnesha. Pra një lloj bënin edhe arabët nomad para islamit, pra beduinit, shkonin në për qytete, mbysnin njerëz, mja mershin pasurin, I vrisnin edhe gratë e tyre, si dhe njëri nga këta kishte, pra kush ishin këta sundues, ata ishin Jegjujët dhe Magjujët, të cilët përmenden në Kur'an. Jegjujët dhe Magjujët kanë qenë pra perandor, si udhëheqës, si njerëz, klanet të ndryshme që kanë bastis dhe kanë mbyt gërbura e kanë bastis shtëpi. Pra këta kanë qenë udhëtimi I Aleksandrit Dhulkarnenit, ka qenë edhe tek në Arabi pra. Më mirë është ajo që më ka dhënë Zoti im, tha ai, por ju ndihmoni mua sa më tepër që të bëj një mur ndërmjet jush dhe atyre. Shikoni,
këtu kur thotë ndihmoni mua, një njeri, një Aleksandër i madh që ka qenë shumë i njohur për trimërinë e tij, mirë po nga kjo kuptojmë se kur thotë ky ndihmoni mua, kjo i bjerë se ata të cilët Islami ka simpati ndaj drejtësisë, por më falni, ku ishte shumë interesante, kur thot këtu Dhulkarneni, ndihmoneni mua, tamam këtu paraqitet ajo modestia e një lideri i cili dëshiron bashkëpunim, edhe pse veten shumë e shihte të fort, mirë po nuk i konsideron të njerëzit ushtarët e tij si njerëz që patjetër t'i shërbenin, por jepte kuraje duke i thënë hajde ndihmoneni mua, por edhe Zoti në Kur'an thot më ndihmoni mua që unë t'ju ndihmoj juve dhe t'ju forcoj këmbët. Dhe kështu pra Aleksandri vendosi që në mes të dy maleve në Taxhikistan dhe në dy malet ku kanë hyrë këta me xhuxhët dhe haxhuxhët, ku kanë hyrë në për këto vende, në mes të dy maleve ka qenë një korridor shumë i madh, dhe në këtë korridor thuhet se Dhulkarneni ka dhënë urdhër që të ngrihen pllakat e mëdha të çelikut të shkrirë në mënyrë që armisht pra me xhuxhët dhe këta të mos kalojnë në pjesën ku Dhulkarneni domethënë i ambylli hapësirat e tij dhe ishin pra mahxhuxhët dhe jexhuxhët të cilët i trazonin njerëzit dhe i mbysnin. Pra, këta kanë jetuar në jexhuxhët dhe mahxhuxhët kanë jetuar në Mongoli, jo në Arabi, e bona një gabim, pra kanë qenë mongolët që pastaj edhe kanë qenë pjesë e ushtrisë së sultanëve, turqëve në atë kohë, dhe se më thuhet që kjo ushtria e jexhuxhëve dhe mahxhuxhëve kanë mbytur me miliona njerëz, veç në Bagdad kanë mbytur 2 milion njerëz dhe kanë vazhduar edhe në Egjipt, ku në qytetin e Aleksandris, ku është përballur me Dhulkarnenin. Pra kjo ishte pra një histori e udhëtimeve të Dhulkarnenit. Ishte në Rom, pasi që ishte nip i Romës, pastaj kaloi në Turqi, kishte me këta beduinët, që ishin pra beduinët që nuk kishin kulm mbi kokë, pra ka kanë shku me tenda, edhe këta kanë qenë vrasës, mbytës, grabiqar, e më në fund udhëtimi i Dhulkarnenit ka qenë edhe në Aleksandri, në Egjipt, pra mirë po kanë luftuar me mongolët e Turqisë, pra, apo jexhuxhët dhe mahxhuxhët që i përmend Kurani. Më mirë është ajo çka më ka dhënë Zoti im, tha ai, por ju ndihmomeni mua sa më tepër që të bëj një mur ndërmjet jush dhe atyre, pra mongolëve, jexhuxhët dhe mahxhuxhët. Më sillni copat e hekurit dhe kur ai i nivelizoi dy anët e malit, u tha, ndizni, pra një anë këndej edhe një mal këndej dhe e boni në kulmin si me thanë, i boni drejt, i nivelizoj me majet e malit, i bashkoj këto copat e hekurit, pastaj urdhëroi, tha, ndizni, që në mënyrë që ato të shkrihen dhe të bëjnë mur. Dhe kur ja bën zjarin, tha, më sillni bakër të shkrirë, ta lyej. Shikoni çfarë teknologji e asaj kohe. Dhe ata nuk mundën as t'i afrohen e lërë më ta kapërcejnë. Kjo është mëshira e Zotit tim, tha ai Dhulkarneni, dhe kur erdhi premtimi i Zotit tim, do ta rrafshoj me tokë premtimin. E Zoti tim është i vërtet, dhe atëherë do t'i lëshojmë që ata sikur valët të përzihen njëri me tjetrin, dhe do t'i fryhet surit dhe të gjithë ata do t'i tubojmë.
Zoti 3 i thot që do të vi koha kur do të fryhet suri, ajo është, do më thënë, ajo shenja që është ardhur kiameti dhe se njerëzit do t'i tubojmë. Dhe atëherë do ta shfaqim haptazi mosbesimtarve xhehenemin. Atyre sytë të cilëve kanë qenë të mbuluar me perde, nuk kanë dasht me dëgju fjalën e Zotit, nuk kanë dasht me pranu fjalën, argumentin e Allahut. Ai thot kështu: pra, atyre sytë të cilëve kanë qenë të mbuluar me perde, të mendojnë për argumentet e mia dhe që nuk kanë mundur të dëgjojnë asgjë. A mendojnë mosbesimtarët se munden të marrin për zotër në vendtimin robërit e mi? Ne u kemi përgatitur me siguri mosbesimtarve xhehenemin si vendbanim. Thuaj, ti u tregojmë nëse veprat e kujt janë të shkatëruara? Pra, Zoti i thot Dhulkarnejnit, pyeti atë njerëz, thuaj ju atë njerëzve, a dëshironi t'ju tregojmë veprat e kujt janë të shkatëruara? Ne kemi thënë që njerëzit të cilët nuk i kryejnë punët e tyre në emër të Zotit, me besim në Zot, Zoti nuk ja hup mundin e tyre derisa janë gjallë. Mirë po më në fund ja shkatron, sikurse ato valet e detit kur janë shumë lart në oqean dhe janë të mëdha, madhështore, dhe ti mezi pret me ardhmë bregdet dhe pastaj prej bregdetit ato bëhen shkum. Ndërka që pasuria atyre që e fitojnë me besim në Zot, qofshin të krishterë, qofshin musliman, që i përkulen, janë nënshtrohen fjalës së Zotit, qoftë përmes Biblës, qoftë përmes Kuranit, ata thotë punët e tyre që i kanë bërë për hir të Zotit, e kur bën diçka për hir të Zotit, nuk bën krime, nuk bën vrasje, nuk bën hajni, nuk bën grabitje, nuk bën mashtrime, atyre thot pasuria e tyre është si pasuria në fund të oqeanit dhe shpesh herë trazohet deti dhe dalin perlat e flori në bregdet. Vazhdojmë. Që do me thonë është një pasuri që trashëgojnë gjenerat pas gjenerate. Ndërka që ata të cilët nuk besojnë, a dëshironi t'ju tregojmë se si do t'ju shkatrohen veprat e juja. Pra, thuaj, a t'ju tregoj se veprat e kujt janë të shkatruara? Mundimi kujt është i dështuar në këtë botë, e ata mendojnë se është mirë ajo çka punojnë? Këta janë ata të cilët nuk besojnë në argumentet e Zotit të vetë, edhe se do të dalin para Tij, prandaj mundi i tyre do të jetë i kotë dhe në ditën e kiametit nuk do t'i japim kurfar rëndësie. Pra atyve ateistëve, njerëzve pa besimtar, apo atyre që i dhujtarve që i besojnë me qindra zotrave tjerë, vjetra zotrave që e kanë pasurinë e tyre si Zot, e kanë fëmijën e tyre si Zot, e tjera thot atyre, prandaj mundi i tyre do të jetë i kotë dhe në ditën e kiametit nuk do të japim kurfar rëndësie. Ata janë shpërblimi të cilëve për shkak të mos besimit është xhehenemi dhe janë tallur me argumentet dhe profetët e mi. Mund ta kesh besimin e gabuar. Unë gjithmonë kam thonë që feja krishtere, feja jevreje më pak kam njohuri, por për fen krishtere lexoj shpesh versete nga Bibla, edhe pse të drejtën me thanë, nuk i marr për referencë, sepse kur kam diçka dëshim, nuk mund ta marr për referencë. Por kur e shoh, kur e bëj reminiscencën, pra kur e shoh një verset identik, i njëjtë, si në Bibël, si në Kuran, unë e admiroj. Edhe Biblën e kam në raftet më të larta të mijat, edhe Kuranin e kam në të njëjtin raft. Prandaj, ndërka që për mos besimtarët që nuk i besojnë argumenteve të Zotit, thotë në fund
punët e tyre do të jenë shkatrim dhe ata do të dënohen me xhehenem. Ata mirë po nuk bën me humb shpresën sepse Zoti i pranon pendimin. Prandaj vëlla, motër, qofshi krishter, qofsh musliman, ktheu besimit, largoju sharje së profetëve. Apo shihni thot, ata janë që kanë trilluar, janë tallur me argumentet dhe me profetët e mi. Sa shumë po na shajnë profetin Muhammed, sa shumë po na i fyejnë versetet kuranore, por jo të krishterët besimtar, po të krishterët të cilët i bëjnë këto shpifje, i shajnë profetët, qoftë Jezusin, qoftë Musën, qoftë profetin Muhammed, dhe i tallen me ajetet kuranore, të cilët, në një verset tjetër thot, ata të cilët tallen me ajetet kuranore dhe i marrin versetet tek e tuk dhe e nxjerrin nga konteksti, nga domethënia. Prandaj shpeshherë kur ballafaqohem me vllaznit e mi të krishterë këtu në TikTok, sidomos se jo në jetën e përditshme, me ata i kam muhabete shumë mirë dhe shumë mirë kuptohemi edhe shumë gjana mësoj. Mirë po kur ballafaqohem me një grup njerëzish të cilët vetëm bëjnë përçarje, të cilët as e njohin fen islame, por ata vetëm i kanë marrë disa versete për t'i përqarë, për t'i fyer, për t'u tallur, dhe ato versete i marrin nga konteksti. Por keni kujdes nga këto grupe, unë ju kam thënë, mos i dëgjoni, mos hyni në dialog me ta, mos diskutoni, sidomos ju që nuk keni njohuri për fen islame, sepse ata me të vërtet janë djallë të mençur, nëse mundemi me thënë, sepse djallëzit, djajt, shejtant janë të mençur gjithashtu, por qëllimin e kanë të errët. Prandaj keni kujdes, ata as të krishter nuk janë. Kur mashan profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta, kur unë ja respektoj profetin Jezusin, lavdia qoftë mbi të dhe nënën Mari, kjo është me të vërtet një absurditet, por rrymat e ndryshme, interesat e ndryshme punojnë për me na përqa, kinë se dëshirojnë që ta mbrojnë popullin tonë musliman. Populli janë musliman, jemi në Kosovë 95%. Vllau im i krishter në thojza, çka brengosesh ti për popullin tonë musliman, të cilët devijojnë, të cilët janë të shrenuar. Ju brengosini për neve muslimanët, të cilët e zmadhojmë, shumëzojmë statistikat e natalitetit, e lindjeve, martesave, mbajtjen e traditës, e tjera. Prandaj, më mirë kishte me qenë, feja juja është e juja, feja jonë është e jonja, edhe na kemi gabime jo në fe, po në literatura, në interpretime. Mos u lodhni ju me u marrë me literaturat islame. Merruni me studimin e Biblës, aty keni me gjetë veten, se Bibla nuk të mëson ty me u hongër me njerëz, me u grind, me u fy, me u sha, me nën, me motër, me bia, me vajza e tjera. Vazhdojmë. Për ata është xhehenemi. Ata janë në shpërblimit të cilëve për shkak të mos besimit të tyre është xhenemi, dhe ata janë tallur me argumentet dhe me profetët e mi. Ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, vend banimin do ta kenë në parajsën Firdaus. Ata të cilët besojnë, këtu nuk thot për muslimanët, po në përgjithësi, kjo është në kohën e Dhulkarnenit, ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, pra jo vetëm për muslimanët, por edhe për të krishterët, edhe për jahudit, e të tjerë, ata do të jenë në parajsën Firdaus. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë dhe nuk lypin ata të ndërrojnë me asgjë tjetër. Kujdes pra, nuk flet, mos u bëni ju muslimanët fanatik, mos e merrni një verset kuranor, qëre, Zoti po thot ata të cilët besojnë, po pra besojmë edhe ne, edhe krishterët, mund ta kenë besimin e gabuar, po tani teknologjia
interneti, literaturat, ndodhit në përbot, ku ta din, nëse ne silemi mirë me ta, nëse japim një argumente, ata një ditë ta kuptojnë se Jezusi nuk është djali i Zotit. As nuk është atë, kul hua Allahu ahad, thuaj Allahu është një, Allahu samed, Allahu është i vetmi, Allahu samed, Allahu është mbështetja ime, lem jelit ve lem julet, nuk ka lindur kë, as nuk është i lindur, pra nuk është atë, as nuk është biri atit, ve lem je kullahu kufuven ahad, nuk i përngjan, dhe ati askush nuk i përngjan, dhe ai është i vetmi, ai është i vetmi, nuk i përngjan Jezusi babait, pra ati, mundët mi përngja biri babës, mirë po Jezusi nuk i përngjan Zotit, sepse Zoti nuk është qenje njerëzore. Vazhdojmë. Aty do të qëndrojmë për gjithmonë. Thuaj, edhe si kur deti të ishte ngjyrë për t'i shkruar fjalët e Zotit tim, më parë do të shterrej deti se sa fjalët e Zotit tim. Shikoni, pra ajo ngjyrja myreqepas, dhe si i thonin në gjuhën e vjetër, myreqepa e ngjyra e kaltër, si kur të ishte deti ngjyrë dhe të shkruhej për Kuranin, nuk do të shtjerër uji për fjalët e Zotit jo. Madje edhe si kur të sillnin edhe një det tjetër, si kur ai, edhe nëse ta kishin sjellë edhe një det, prap, deti do të shtjerët, po fjalët e Zotit kur jo. Thuaj, unë jam një njeri si kur ju, që po më shpallet se Zoti është një Zot. Kush mban shpresë në takimin me Zotin e vet, le të bëj vepra të mira, pa i bërë në adhurim as një shok Zotit të vet. Kaq pra ishte të dashur miq, ne po e përfundojmë, edhe pse shumë 4-5 faqe kemi lexu, por ka zgjatë shumë për arsye se i kemi marrë një personalitet shumë të madh si Dhulkarneini, pra, apo Aleksandri Madh, apo Cyrus, që ka qenë një familje, ka qenë pra Cyrusi në Persi, ku ka qenë një perandor dhe qendra kryesore, Persepolisi ka qenë vendi ku ka ndejtë Dhulkarneini, dhe thuhet tash janë disa mënyra, dhe ka qenë qendra kryesore e perandorisë Akamenide, që u ndërtua nga Dariu i parë. Dhe pasardhësit e tij, një teori thotë Dhulkarneini mund të ketë qenë edhe kipi i madh që quhet Cyrus. Kaq të nderuar miq, fjala e Zotit e lartësuar është e vërtetuar. Radhën e ardhshme zakonisht çdo të martë në orën 21 do të vazhdojmë prap me gjyzin e 16, pra pjesën e dytë. Ju falenderojmë për abonimin që bëni në kanalin tim në YouTube, pra subscribe, dhe më jepni kurajo që unë të ndaj kohë dhe të shkëmbejmë këto dituri kuranore me aq mundësi që kemi, edhe njëherë e lutë Zotin të na falë për gabimet që i bëj unë, ato janë nga vogëlsia ime, ndërkaq të mirat që i dëgjoni ju nga ana ime si shërptore në rrugën e Zotit, ato janë nga madhështia e Zotit. Prandaj ju falenderoj sinqerisht për subscribe, për follow, që na ndiqni, për shpërndarje, për komentet e juaja, për kritikat e juaja konstruktive, për mendimin kritik, dhe gjithashtu ju falenderoj shumë nëse kurseni për pyetje, për sharje, për shpifje, sepse këto nuk më bëjnë asgjë keq mua përveç që unë i bllokoj njerëzit të cilët janë gojfliqur, por më vjen keq se ju do të jepni përgjegjësi për këto gishta të cilat shkruani e lërani më për gojen me të cilën flisni fjalë të dyta. Prandaj prej meje të dashur miq që keni halal dhe ju që shani,
fyni, shpifni, prej meje keni halal vetëm për shkak një gjaje, sepse shpesh herë më keni lëndu, ma keni shqetësu ditën, ma keni shqetësu gjendjen e mi time emocionale, prandaj nuk kam dëshirë që juve t'ju shoh në botën tjetër para Zotit, kush jeni ju që më keni lëndu kaq shumë në këtë botë, dhe unë ju bëj halal që mos t'ju shoh para Zotit, por ju kërkoni prej Zotit që ai t'ju afal, por Zoti thot është i drejtë, unë nuk mund t'ja fal juve pa e kërku ju faljen prej atij personi që e ke lënduar. Prandaj hiç pa kërku falje keni. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, selami, bereqeti i Zotit qoftë mbi